i vlerësojnë ta njerës që e marrin qëtë punë. Sa përket për flizerken, Po. kuptohet, po keq kuptohet nga disa mediat, rrjetet sociale, keq përdorimet që përdorin për këta. Mu e ti gjithë ma qëfar dush emën, unë nuk përgjigjena. Që ti përgjigjesh dikujna, me fjalë e ngjitë ti vetë emnin. Se këto e kini emën e kum shikua atë video, e kum shikua edhe ai njeri që e përdorat, gjithmonë i qëtë do mesazhe me flizirk, ai ka bo pyetje veç, do të me kuptua edhe nuk e ka thonë. A mendon që mundet me kushtu me vota Aglav Konjusës, kështu e ndëgjova edhe një dëgjues më herët. Që keq do video jë ndalë ndryshe, nëse e këqyr vidën, kur thënë Gjerman të rishtish, nuk i kushton, se nuk e ja ka përmen emnin. Tu në Gjermani unë po të regoj që flizer ka paguet, këtu jenë qilë shumë dyqane, shumë po fitoj njerëz për qisaj profesioni. Besëm, bindëm, nuk është diçka një profesion i keq. Unë që thash edhe aja zonja të ti që tha pastrimin e toaletit. Këtu e merë dhe pak, plus edhe merë bakshish, njerëz kanë ndërtu në Kosovë shtëpi, unë i di. Po nuk e nënçmojnë atë që e bën ato, e bën punë me nder. Kjo është vlerësimi. Se neve në perëndim ka i punojnë a punë, po nuk morëm çka ke punu. Veç merre me njerëz. Do me thonë e vlerëson njerëzën që e bën punën, që e ke kap qatë punë. Apo atje e kuptoj, munohet me të shkel pa marrë parasysh, tash rrjetet sociale ti pe kupton ç'ysh mundet me manipulu me video, kretjen ato, do të me pas kujdes. Unë i them shumicë e njerëzve, keni kujdes ku e dëgjoni lajmin. Se lajmi, propaganda është e madhe shumë sot, e dikujna për kujtën që jase, jo, unë për veti disa media nuk i besoj, dhe të lypi ku e kom besimin. Po pra. Se janë dy vide ndryshe, ju përshëndes. Edhe një ty shumë, shëndet, letë e keni jo. Vjen ora 4 edhe kuptoni sakt çka ndodh.